Përshëndetje. Unë bëj 2 lidhje të drejtë për drejtë çdo javë, edhe pse këtë javë u bë vetëm një, por në përgjithësi bëj në javë, është të hënë të premte, në përgjithësi është në orën 19, në orën 19:30 maksimumi. Gjatë ditëve të hënë bëj parashikimin për ciklin e hënës, për hënën e rozë, hënën e plot, ndërkohë që ditëve të premte bëj parashikimin javor, si fillim flas në lidhje me ndikimet e përgjithshme, pastaj kaloj te të gjitha shenjat me radhë. Pjesën ku flas për ndikimet e përgjithshme, vërtet që do të këshilloja që ta dëgjoni, sepse aty jap edhe ditë specifike që janë më të rëndësishme për ne, si ato që janë më sfiduese, po ashtu edhe ato që janë pozitive dhe mënyrë se si mund të përdoret, si dhe këndet që kanë planetet ose vendoset planetare me dritat gjatë javës, edhe këto janë ndikime shumë të fuqishme që na prekin të gjithëve, prandaj të këshilloj me ngujmë që të dëgjoni atë pjesë, pastaj të kaloni tek ndikimi që është tek ascendenti juaj, nëse e dini detyrimisht, pas asaj të kaloni tek shenja e diellit, pra shenja e zodiakut që keni lindur. Për te këtyre që janë lidhje të drejtë për drejta dhe mund t'i gjeni të nesërmen tek kanali im YouTube-it, kam edhe të paraqitjet e mia në televizion, edhe këto janë ditën e hënë dhe ditën e premte. Ditëve të hëna jam tek kanali A2 CNN dhe tek Report TV, ndërkohë që ditëve të premte jam tek Top Channel. Tek Top Channel ndryshojmë orarin, me shumë mundësi tashmë do të vazhdojmë që të jemi në orën 11, sepse ky ishte një orar i cili duket që kishte më tepër interes në lidhje me astrologjin, ose me horoskopin. Për te këtyre të cilët janë shërbime për publikun, pra janë për ju, kam shërbimet e mia të cilet janë personale, që bën një me ju, dhe shikojnë harta juaj personale dhe në bazë asaj bëhet analiza, mund të gjejmë orën e saktë të lindjes për të gjithë ata që nuk e duan, dhe mund të bëjmë edhe parashikimin për të ardhmen. Këto që po përmend tani, që janë shërbime me pagesë dhe janë shërbime personale për ju, mund t'i prenotoni nëpërmjet WhatsApp-it tim. Kur më shkruani nga WhatsApp-i im, është nënkuptuar që dëshironi që të prenotoni shërbime pagesë. Ndërkohë që të gjitha shërbimet ose informacionet që unë mundem që t'i jap juve, që janë për publikun, pra këto i jap shumë herë më tepër se të gjithë astrologët e tjerë që edhe unë jo të paktën, mundon që vërtet jap informacione që të mund t'i përdorni. Okej, këto janë shërbimet e mia, tash do kalojmë më një herë tek ndikimet që do të kemi gjatë javës në vazhdim. Është java 20 deri në 26 prill. Kjo është një javë që do të kemi 2 kalime planetare. Tani po kalojmë një herë tek ndikimet që do të kemi tek shenjat. Kjo është një javë e cila ka ndikime shumë të fuqishme tek të gjitha shenjat. Shenja dashit do të ketë ndikime shumë dominante, duke qenë se kemi shumë vendosje tek shenja juaj. Por dielli tashmë do të ketë kaluar tek shenja e radhës, që është ajo e Demit, do ta ndjejmë këtë ndikim që nga dita e hënë. Pra, pothuajse më njëherë që përpara lindjes së diellit do të jetë ky si ndikim. Prandaj dhe të gjithë ne do të jemi shumë më të fokusuar për të kryer një stabilitet ekonomik, por ju do ta ndjeni edhe më tepër. Duke qenë se jeni shumë impulsiv në këtë moment, jeni shumë aktive, më të them, edhe mendja është aktive, edhe mënyrë se si bëni gjërat, jeni shumë të përshpejtuar në çdo aspekt të jetës. Detyrimisht do të këshilloj që jeni disi më të qetë, të jeni pak më të sigurt, ju jeni më të hapur se të gjitha shenjat e tjera pothuajse ndaj manipulimeve, sidomos në lidhje me argjimet materiale, prandaj do të këshilloj që jeni të vëmendshëm se ku investoni në këto momente, të bëni harxime pa kriterë, të pa këshillueshme, sepse më vonë mund të pendoheni, prandaj dhe që të jemi më të sigurt për gjatë javës në vazhdim, këtë javë vërtet që të këshilloj që të planifikoni mirë. Në qoftë se dëshironi që të firmosni një kontratë, në qoftë se dëshironi që të krijoni diçka të re, qoftë ky projekt i ri për të ardhur materiale, qoftë lidhje sentimentale, java që vjen do t'ju sqaroj shumë në idetë tuaja. Në këto momente kemi filluar që të marrim disa kthjellësime, duke qenë se Merkuri ka kaluar tashmë te shenja juaj, por gjatë javës në vazhdim do ta kemi edhe më të thjeshtë, sepse do të jemi në fazën ku gjithçka del në sipërfaqe. Për këtë arsye e keni shumë më të thjeshtë dhe të vendosni. Për sa përket çështjeve sentimentale, jemi në një periudhë ku të gjithë ne duam që të kemi diçka stabil, ku të ndjehemi mirë, pra edhe marrëdhënie në çift, edhe për ju kjo është një ndër ndikime më të rëndësishme, por nga ana tjetër, përveç kësaj jeni edhe persona që jeni shumë realist në këto momente, sepse keni të vendosur Saturnin tek shenja juaj dhe kjo ju bën persona me këmbë në tokë, pavarësisht impulsivitetit që keni, dhe jeni dhe shumë përgjegjës për jetën.
që dëshironi të jetoni, prandaj edhe vendimet që i merrni të vërtet i merrni shumë të drejta. Siç e thash, mjafton që t'jeni pak më të qetë dhe gjërat po dalin sipërfaqe, e keni shumë më të thjeshtë që të veproni në bazë të tyre, pak më tepër do të merrni edhe një ndihmë vërtet shumë të madhe gjatë gjithë javës në vazhdim. Gjithsesi, fundjava e ardhshme do të bëhet problematike në qoftë se nuk merrni masa në lidhje me automjetin tuaj. Prandaj edhe përpara se të dini një udhëtim të gjatë, bëhet fjalë gjithmonë për javën në vazhdim, pra datën 25-26 prill, do t'i këshilloj të kontrolloni automjetin tuaj në qoftë se keni për të dalë një udhëtim të gjatë. Kjo është vetëm gjë. Okej, këto është ndikimet dhe në lidhje me shëndetin, kjo hënere prek goxha, që ishte sot prek të goxha shëndetin fizik tek të gjithë ne, dhe duke qenë se për ju domethënë ndikimi drejt për së drejt tek ana fizike, do t'i këshilloj që t'jeni edhe më të vëmendshëm, dhe nëse keni qoftë edhe simptome më të vogël të shplodheni, sepse në këto momente vërtet që mund të prekemi në këto aspekte. Por ju është edhe më ndjeshme. Okej, shenja e demit. Duke filluar nga hëna, dielli do të jetë tek shenja juaj, gëzuar edhe një herë ditëlindjen, të gjithë atyre që kanë lindur në këtë shenjë. Është vërtet një javë shumë e furishme për ju. Do të kemi 2 kalime planetare, të cilat janë në këto momente të vendosur tek shenja juaj, do të kalojnë tek shenja e radhës, që është ajo e binjakëve. Dhe dielli, siç e thash, do të fillojë tek shenja juaj ditën e hënë. Prandaj dhe epiqendra e gjithë javës në të vërtetë jeni ju. Për fat të mirë, të 2 këto kalime planetare, pra edhe Venusi edhe Urani, do të kenë kënde pozitive. Prandaj dhe ajo çfarë mund të ndodhte, më e keqja që mund të ndodhte, është shumë e zbutur në këto momente. Kemi edhe mundësi reagimi nëse ndodh diçka e papritur, sepse Urani sjell gjithmonë të papritura në jetën tonë. Kjo është edhe një nga arsyet më të rëndësishme që faktikisht, edhe pse mund të dalin të papritura, duke qenë se kemi mënyrë për të reaguar, të gjitha këto mund të përkthejnë në diçka pozitive. Në përgjithësi, ky pozitivitet do të vinë në të ardhmat materiale sepse ndihemi më të sigurt. Por, duke qenë se trysnia që ndjejmë nga jashtë është vërtet shumë e madhe, edhe për ju mund të kemi atë tendencë që veprojmë në mënyrë shumë impulsive. Që ta përdorim çdo gjë ashtu siç duhet ka rëndësi, pra çdo element duhet vendoset në vendin e tyre dhe këtë keni aftësinë për ta bërë në mënyrë pak a shumë intuitive. Problemi vetëm që mund të keni është se doni të bëni gjërat pothuajse më njëherë, jeni të lodhur dhe siç e thash mund të ndjeni një trysni nga jashtë e cila vazhdimisht është një farë kërkese që vjen tek ju nga gjithë personat që keni rreth rrotull. Prandaj si fillim do t'i këshilloj që të zgjidhni një problemet tuaja, pastaj të kaloni te problemet që mund të kenë njerëzit që ju vinë rreth rrotull. Në përgjithësi në këto momente kemi zhvillime në lidhje me të ardhurën materiale, siç e përmend edhe një herë, por në mënyrë që të filloni që të ndjeni këto zhvillime në të ardhurën materiale, do të zgjidhni një probleme që po dalin në këto momente në skenë. Të gjithë javës në vazhdim do të vazhdojmë që të ndjejmë këto në mënyrë që të kemi pak a shumë një terren të pastër ku të ndërtojmë edhe themelet e shtëpisë tonë. Është shumë pozitive si periudhë, edhe pse duket e lodhshme, që është e lodhshme, të jemi realist. Në lidhje me shëndetin fizik, ju jeni një ndryshënie që mund të ndikojnë më tepër, sepse kjo hënere ju ndikonte. Kishte një ndikim vërtet shumë të fuqishëm edhe tek bota e brendshme, prekte shumë edhe në lidhje me armiqësitë, madje mund të jeni përballur edhe me thashëtheme të shumta në ambientin rreth rrotull, gjë që ju ka treguar se cilat janë miqtë tuaj të vërtet. Ky është ndikim pozitiv, detyrimisht, por nga ana tjetër normalisht që është e lodhshme. Dita e shtunë dhe e diel për ju do me thënë ditë të cilat këto lloj ndikimesh mund të ndjen edhe më tepër, pra përballje me persona të cilët nuk jo kanë me të mirë. Madje në dukje mund të jenë persona që ju bëjnë lajka, por në të vërtetë mundojnë që t'ju prishin punë. Prandaj që të qëndrojmë një hap më mbrapa, të jemi më të qetë dhe të mos reagojmë kundrejt situatave të ndryshme është shumë e rëndësishme, sepse fal kësaj do të keni më tepër mundësi që të merrni masa. Të qëndrojmë më stoik ka rëndësi gjatë gjithë javës në vazhdim. Pra, ky do të jetë pak a shumë motoja juaj. Këtë javë jeni stoik, të mos reagoni, të shikoni, të analizoni mirë situatën dhe pastaj të veproni. Në përgjithësi kemi fokusim siç e thash tek të ardhurat materiale, por gjatë kësaj jave duhet të fillojnë të guret themelor dhe të spastroni mirë ambientin. Shenja e binjakëve, ju jeni një ndër shenjat e cila ka ndikime pozitive në këto momente, duke qenë se keni marrë një farë brulli.
Mërkuri është përshpektuar, kjo hënë në arenat të vërtet pastrojnë nga jeta juaj të gjitha tematikat problematike, së mos personat të cilët kanë prishur punë në marrëdhëniet tuaja personale, në lidhjet sentimentale, kanë dalë në skem. Prandaj dhe jeni më të qartë në idetë tuaja. Edhe nëse keni qenë ju për shembull personi që keni prishur ose jeni vetë sabotuar, të filloni që ta perceptoni. Është ndikim shumë i madh pozitiv dhe fakt kësaj mundeni të tani gradualisht të ndërtoni jetën tuaj më pozitivisht. Gjatë fundjavës së ardhshme, që është dita e shtunë dhe e diel, pra data 25 dhe 26 prill, kemi një ndikim që mund të përballeni me probleme të cilat vijnë nga shoqëria ose rrjeti social. Prandaj dhe do t'ju këshilloj që t'jeni shumë më të vëmendshëm përpara se t'jepni fjalën për diçka, sidomos në lidhje me udhëtime, duke qenë se mund të tejkaloni buxhetin tuaj, gjë që mund të shkaktojë edhe dëme të rëndësishme në marrëdhëniet tuaja personale, pastaj sepse mund të krijojë edhe sherrë dhe grindje nga kjo arsye. Ndërkohë që kjo është e vetmja gjë që duhet jeni të kujdesshëm. Pse e themi këtë? Në përgjithësi për shenjën e binjakëve në këtë moment e kemi një rritje konstante, kemi realizimin e ëndrave dhe të qëllimeve tuaja. Pak më tepër që pastruar mirë jeta jonë nga problemet dhe tashmë jemi futur në fazën ku mjafton thjesht jemi të vëmendshëm se ku e hedhim këmbët, e dim se ku i kemi vendet, pra që duhet t'i vendosim gjitha elementet që po hyjnë në këtë moment në jetën tonë, sepse është periudha ku do të filloni që të realizoni atë çfarë keni planifikuar. Kjo fundjavë, pra data 18-19 prill, është ideale për të planifikuar hapet që do të jetin në vazhdim, ndërkohë që duke filluar që nga dita e hënë e tutje, duke qenë se edhe hëna do t'jetë e vendosur tek shenja juaj, pak më tepër do të ketë një kënd pozitiv edhe me Plutonin, i cili është i vendosur në këtë moment tek shenja ujor, të jepë juve një këndvështrim shumë më të gjerë dhe më të drejtë të botës, dhe keni aftësinë si rrjedhoj që ta përdorni çdo gjë sipas vendit të saj. Në lidhje me çështje sentimentale, jeni një nga shenjat e cila jeni e favorizuar, nëse dëshironi të ndërtoni diçka në këtë moment, do t'ju këshilloja nëse jeni në një lidhje afatgjat, siç e thash, duke qenë se kemi pastrimin e të gjitha problemeve, në këtë moment jemi në fazën ku kulminohen këto lloj tematikash, pak më tepër që edhe ju jeni persona që në këto momente mund të prezantoheni me personën tuaj të jetës, për të gjithë ata që nuk janë në një lidhje, pra bëhet fjalë. Okej, shenja e Gafores, java në vazhdim do të thotë rritje e hënës, pra hëna sa vjen dhe do t'jetë duke u rritur. Dita e cila është shumë pozitive është dita e mërkur, faktikisht, sepse hëna është e vendosur tek shenja jon, por është edhe problematike duke qenë se një të hënë do të ketë kënde negative në pothuajse të gjithë planetet. Prandaj duhet jemi shumë të përgjegjshëm dhe të vetëdijshëm për çdo hap që hedhim. Tonë energjia është duke u rritur, duhet jemi të përmbajtur dhe të jemi të sigurt për çdo hap që do të hedhim. Dita e hënë e martë do të thotë një intuit vërtet shumë e lartë. Mund të marrim një ndihmë vërtet shumë të madhe nga gjithë personat që kemi rreth rrotull për të na sqaruar mirë situatën ku ndodhemi ose ambientin ku ndodhemi. Falë kësaj do të kemi edhe më tepër aftësi që të bëjmë bashkëpunime shumë fitimprurse. Në këto momente, në qoftë se bashkëpunojmë me të tjerë, shenja Gafore se ka aftësinë që të krijojë një të ardhurë materiale të mira, të krijojë një farë stabiliteti ekonomik, të krijojë një ambient ku ndihet mirë, të socializohemi, që ka shumë rëndësi në këto momente për shenjën e Gafores, duke qenë se futemi në fazën ku shoqëria në përgjithësi sjell në jetën tonë të gjitha gjërat që ne na nevojiten, si partner, po ashtu edhe të ardhurë materiale, realizimin e projekteve që mund të kemi në mendje dhe po ashtu dhe në lidhje me rritjen e karrierë është e vlefshme edhe ndihma që vjen nga shoqëria. Për sa i përket shëndetit, duhet jemi të kujdesshëm në këtë moment, ndonse energjia është duke u rritur, këtë energji mund ta shpërdorim duke qenë se kemi shumë vendosur tek shenja e zjarrit. Dhe domethënë që pasioni që ndjejmë për brenda mund të na shtyjë në veprime të gabuara, gjë që na duhet pak kohë për ta mbledhur veten pastaj. Dhe kjo do të thotë shpërdorimi i dukshëm i energjisë. Pra po e themi në këtë mënyrë, prandaj dhe të jemi të kujdesshëm, të jemi të vëmendshëm në çdo hap që hedhim, ka shumë rëndësi në mënyrë që të mos prekemi në anën fizike dhe të jemi të kujdesshëm dhe në atë çfarë konsumojmë. Duke filluar nga dita e sotme e tutje, mund të futemi në periudhën ku të krijojmë tashmë rutina të reja të shëndetshme. Kjo bëhet fjalë më tepër në lidhje me aktivitete fizike,
Dhe tjetër që është edhe shumë e rëndësishme, që të fillojmë gradualisht të ndërtojmë një rritje, si më themi, të krijojmë diçka, një parë rutinë, pra që të zhvillojmë si në diapazonin tonë në mënyrë se si perceptojmë botën, po ashtu dhe të zgjerojmë një uri tona, ka shumë rëndësi, sepse në këto momente kemi aftësi vërtet shumë të mëdha për të rritur në karrierë. Çfarë do lloj karriere që të jemi, duke qenë se në këto momente mund të shkëlqejmë, pra të jemi të suksesshëm. Shenja e Luanit në këto momente ka një ndikim shumë të fuqishëm. Kjo hënërë është shumë e rëndësishme, duke qenë se një hënërë tek shenja e Dashit për shenjën e Luan, domethënë fillimi i një periudhe ku lulëzon ose shkëlqen në mënyrë të themi. Kemi një ndikim shumë të fuqishëm për sa e përket të ardhurave materiale, kemi një perceptim shumë të mirë se ku kemi penguar veten tonë, ku kemi sabotuar, më të themi, veten tonë, si rrjedhoj e besimeve të gabuar ose fanatizmave në disa momente, sepse kemi zgjerimin e komplet të perceptimit tonë, kemi komplet zgjerimin e perceptimit tonë, prandaj dhe kemi edhe një aftësi vërtet shumë të madhe për të krijuar diçka të re shumë më të shëndetshme për të krijuar jetën që ne dëshirojmë. Pra, në këto momente që të trajnohemi apo të udhëtojmë, të krijojmë një rrjet social më të gjerë, na ndihmon vërtet shumë. Mati do ta këshilloje, sepse fare kësaj do të kemi edhe një çlirim vërtet shumë të madh, sepse do të dimë se ku ta harxojmë energjinë tonë, pak më tepër mund të marrim edhe një ndihmë shumë të madhe për këtyre një lloj siç ishte tek shenja e Gëforës. Por për shenjën e Luanit në këto momente kemi një zjarr vërtet shumë të madh, një pasion vërtet shumë të madh të jetës dhe pak më tepër që nuk kemi më pengesa, sepse siç e thash, hënëri na i hoqi këto pengesa nga jeta jonë. Në lidhje me shëndetin fizik është një shenjë e ndikuar sepse kemi një element zjarri shumë të lartë në këto momente, por në qoftë se thjesht jemi të tokëzuar, kemi shumë të thjeshtë që ta bëjmë këtë tokëzimin, e dimë se gjithë si ta bëjmë, pak më tepër shtatë një zhngorur dhe koha mjafton që të ecim zbathur, është shumë e thjeshtë. Në lidhje me çështje sentimentale, është një nga periudhat më pozitive që ekziston në këto momente, duke qenë se kemi një vendosje tek shenja e ujorit, e cila automatikisht pothuajse krijon lidhje sentimentale afatgjata. Krijon martesa, krijon fëmijë për gjithë ata që dëshirojnë që të bëjnë familje, është një vendosje vërtet shumë pozitive dhe mbi të gjitha shton shumë edhe begatin. Pra në momentin që ne krijojmë një marrëdhënie afatgjat, na rritet shumë begatia. Dhe si rrjedhoj ndihemi shumë më të suksesshëm, ose më themi krijojmë më tepër sukses, prandaj edhe ndihemi shumë më të vlerësuar edhe nga vetë jonë, edhe nga mjeti që na rrethon, prandaj edhe për shenjën e Luanit, domethënë një periudhë kundit i lumtur në çdo aspekt jetës, mjafton që përsëris jemi të kujdesshëm në lidhje me shëndetin fizik dhe të tokëzohemi. Në qoftë se kemi probleme gjatë kësaj jave në lidhje me karrierën, është shumë e thjeshtë që t'i zgjidhim ato, madje fare kësaj të bëjmë më tepër në sy. Ka qenë një periudhë gjatë kjo, gjatë gjithë periudhës që Urani ka qenë te gradat e fundit të shenjës së Demit, që ka filluar nga data 6 prill, do të vazhdojë deri në datën 26, por pothuajse 20 ditë, ku në qoftë se zgjidhim problemin, bëjmë më tepër në sy dhe si rrjedhë rritemi shumë në karrierë, prandaj do të këshilloj të vazhdoni që ta përdorni edhe gjatë gjithë kësaj jave. Shenja e Virgjëreshës është një shenjë shumë e ndikuar në këto momente. Arsyeja e kësaj është se kemi nyjen jugore të hënës të vendosur tek ju. Ju dalin sfida në jetë në mënyrë që ju të zgjidhni dhe të krijoni stabilitet ekonomik. Në këto momente keni aftësi për të ndërtuar, ose më thënë për të akumuluar. Por në qoftë se nuk jeni të qartë një ide, ose në qoftë se nuk jeni përzgjedhës më të themi, ashtu siç duhet, tek njerëzit, tek situatat që mbanin në jetën tuaj, vërtet që jo që nuk mund ta përdorni, por edhe mund të dëmtoni veten tuaj. Prandaj që të jeni shumë përzgjedhës me personat që mbanin në këto momente në jetën tuaj ka shumë rëndësi. Këtu vetë fjasin në lidhje me shoqërinë, po ashtu edhe me ndoshta personat me të cilët keni bashkëpunime, edhe me familjarët tuaj, në qoftë se ata ju marrin shumë më tepër kohë se çfarë duhet dhe nuk ju lën kohë që të punoni ose të fokusohen tek puna që po bëni, tek karriera juaj e të tjerë. Kjo do të thotë që është një periudhë në të cilën nuk do të mundit ta shfrytëzoni, pak më tepër që vazhdimisht ju dalin pengesa nëse nuk jeni në rrugën e dur. Kjo në një farë mënyrë mund të bëhet edhe si tregues, sepse pengesat ju dalin vërtet aty ku nuk duhet të jeni. Nëse jeni në rrugën e dur, në përgjithësi merrni ndihmë. Kjo ndihmë
Në përgjithësi, ju vjen në formën e partnerëve të cilët ju ofrojnë diçka, partner biznesi, partner sentimental, dhe këta në përgjithësi vjen nëpërmjet shoqërisë, sepse shoqëria në këto momente është pika ku ju mund të mbështeteni, madje do të këshilloj që ta zgjironi sa më tepër që të jetë e mundur, sepse rrjeti social vazhdon që të jetë pika ku ju vazhdoni që të merrni pak a shumë forcë jetësore, pra forcën e jetës vazhdoni që ta merrni nga shoqëria. Është një javë në të cilën do t'ju duhet që të ndërtoni. Është një javë shumë pozitive në lidhje me bashkëpunimet, duke qenë se në këto momente edhe Mërkuri ka kaluar tek shenja e Dashit, dhe kjo do të thonë janë shumë të qartë në idetë tuaja, dinë se si t'i bëni këto marrëveshje dhe komunikime shumë të efikas. Problemi vetëm që mund të ekzistojë në këto momente vjen nga familja pak a shumë dhe nga shtëpia, ku duhet jeni shumë përzgjedhës në kohën që harxhoni. Pra nuk duhet ta tek kaloni masën me zgjidhjen e problemeve që kanë të tjerë, duhet fokusoni më tepër tek jeta juaj dhe tek vetja juaj, ndërkohë që për sa i përket çështjeve sentimentale, lidhjeve afatgjatës të mos, kjo mund të jetë pak e kundërta, sepse kemi një pasion shumë të lartë në këto momente, do të këshilloj që ta përdorni për të tek kaluar problemet nëse ekzistojnë brenda lidhjes. Dhe jemi edhe në periudhën ku kemi një pasion vërtet shumë të lartë edhe karshi jetës, gjë që mund të thotë edhe fillime të reja shumë më tepër pozitive, pak më tepër siç e thash që bashkëpunimet në këto momente ju bëjnë mirë. Pra çfarë do lloj bashkëpunimi, qoftë ky sentimental, qoftë edhe material, do të jenë vërtet shumë efikas gjatë gjithë javës në vazhdim. Dita e cila është shumë pozitive në lidhje me karrierën, madje vërtet që do të këshilloj që ta përdorni dita e hënë dhe martë, fokusoheni këtu sepse do ta keni shumë më të thjeshtë të shikoni e ku ka qendruar problemi dhe ku e keni penguar veten tuaj në mënyrë që të ecni sa më tepër që të jetë e mundur. Shenja e Peshorës. Jemi përsëri të hënën dhe siç e thash, nëse dëshironi, më shkruani, do t'ju përgjigjem pyetjeve tuaja ditën e hënë. Do të bëj edhe një story sepse te Instagrami mund të bëj dhe pyetje, domethënë që të marr, mund të bëj story që të marr pyetjet tuaja. Për të gjithë ata që nuk më ndjekin, mund të më ndiqni edhe që atje. Do ta bëj që sot, do ta përsëris edhe nesër edhe pasnesër në mënyrë që të marr pyetjet tuaja, do t'ju përgjigjem të gjithave ditën e hënë. Okej. Shumë faleminderit të gjithëve që morët pjesë dhe shihemi përsëri atëherë. Po. Faleminderit, natën. Pafshim.